Këngëtari i njohur shqiptar Sabri Feyzullahu ka ndarë një urim të veçantë dhe shumë emocional për bashkëshorten e tij me rastin e ditëlindjes. Në një mesazh të publikuar, Feyzullahu shpreh dashurinë dhe mirënjohjen për partneren e jetës së tij, duke i quajtur atë dritë dhe rrezë dielli, edhe pas 4 dekadash së bashku. Nera, dashnia ime, qysh e si me ta uru ditëlindjen, qysh me të falenderu për dashninë dhe ndërsjelljen mes nesh, e falenderoj Zotin që edhe pas 40 viteve ke mbetë një të dritë dhe rrezë dielli për mu, o shpirti jem, edhe 100 vite me mu, e me krejt ata që të duam, lali yt, shkroi ai, duke treguar dhe njëherë dashurinë që kanë për njëri tjetrin, si çifti më i dashur i showbizit shqiptar. Nga ana tjetër na do të kujtojmë se Sabri Feyzullahu mbetet një ikonë e muzikës shqiptare, ku shumë këngë të tij janë kthyer më njëherë në hite, të cilat dëgjohen anë mban botës, kudo ku ka shqiptar. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.